Voskopoja edhe këtë vit do të ketë turistë të shumë për festat e fundvitit. Operatorët turistik bëjnë me dije se të gjitha hotelet, bujtina dhe shtëpizat pritës se janë të rezervuara për Krishtlindje dhe festat e fundvitit, madje rezervimet janë bërë para 2 muajsh. Këtë gjë e vërtetojnë edhe operatorët turistik të krahinës së njohur. Për festat e fundvitit, Krishtlindjet, vitin e ri, është e gjitha e rezervuar. Të gjitha bujtinat, hotelet, shtëpitë mikpritëse janë të rezervuara të gjitha. Gatime tradicionale, ngrohtësia, njerëzit e mirë dhe atmosfera që krijon bora gjatë fundvitit. Rezervimet kanë filluar prej 2 muajsh. Mund të themi që janë mbyllur. Kryesisht turistët janë turistë nga Shqipëria dhe pjesa më e madhe janë turistë që vinë nga kryeqyteti, por edhe nga rrethet e tjera të Shqipërisë. Të gjitha bujtinat janë të rezervuara. Interesi është i lartër, akomodime bosh sot janë të ralla ku mund të gjejmë. Përveç ushqimit tradicional voskopojar, ku janë gjitha prodhimet e vendit, natyrën, shpresojmë të bjerë dhe të borë, kemi edhe muzikë. Krahas Voskopojës, rezervime për festat e fundvitit ka dhe në fshatra turistik të Dardhës, Boboshticës dhe Vithuqit.